Në organizim të shoqatës së alpinistëve Pik Trip është organizuar ecje deri tek pishat e fshatit Bozovc. Për adhuruesit e ecjeve malore, ky ishte një destinacion i mirë, pasi që sipas organizatorëve është një destinacion që mund ta ecin të gjithë, një shteg i përshtatshëm për të gjithë grupmoshat dhe jo i pjerrët. Piknisja ishte nga fshati Bozovc. Itinerari i marshimit ishte duke ndjekur rrugën e Leshnicës e më pas nga Gajrinat u vazhdua në drejtim të pishave. Ky marshim u organizua në bashkëpunim edhe me Parkun Kombëtar Mali Shar për riparimin e vendit që ishte i dëmtuar periudhës së fundit nga makinat malore dhe motorët, ku dhe u vendosën disa shtylla të drurit si kufizim për motorët që mos të hynë dhe ta dëmtojnë pjesën e brendshme të hapësirës së gjelbër tek pishat. Jemi në fshatin Bozovc. Fshati Bozovc është në zemër të Malit Shar. Këtu është piknisja e bjeshkatarëve, ku do të na udhëheq kryetari i shoqatës Pik Trip, Sadik Abdiraimi. Përshëndetje Sadik. Përshëndetje Anita, faleminderit që ka erdhe, që u përgjigjet ftesës. Besoj se do e kaloj mirë. Kënaqësia është e jona. Na trego pak më shumë detaje për këtë aventurë. Me thënë këtë vit Pik Trip ka nisë pak më herët, nisi me serinë e ngjitjeve malare nga prilli, ku zakonisht kemi nisë nga maj ose qershori. Kjo ka qenë varësisht kushteve që kemi parë. Dhe sot është edhe një hap shumë i mirë dhe besoj se do kemi sukses bashkërisht edhe me Parkun Nacional, se ka qenë një ndër kërkesave tona zakonisht që kemi bërë identifikimin e pikave të reja të piknikut në bjeshkën e Sharit, me thënë vende si sot që ka janë pishat e Bozovcës. Edhe prej aktiviteteve para praga që kanë qenë, prej motorve, prej veturave 4x4, atë pjesë deri dikundi e kanë dëmtu. Dhe sot më thonë që ka e shifni edhe ka një pjesëmarrje goxhat madhe, afërsisht 50 vete jemi mbledh këtu, ku bashkërisht do shkojmë edhe do e ndjekim edhe si një motiv shtesë jemi edhe për Rangjerët edhe Parkun Nacional. Do e bëjmë një iniciativë të vogël, një si piknisje, por në radhë tjera do shafim edhe për pika tjera që ka duhet, do i vendim të disa kufizime prej druri, çka mos munden me hy veturat edhe motorat deri tek pjesa e campsite, ti themi tash për momentin e mundshme çka është, mos të vinë deri tek koka me motor. Ajo është qëllimi. Ndalemi edhe pak te kjo është domethënë hapja e sezonës. Çfarë pritshmëri ki për këtë sezon me Pik Trip si tash e kemi sezonin e 5 oficial, më thonë me pjesëmarrje gjithë qytetarëve dhe turistëve tjerë, Gostivar, Shkup, Kumanov, ka pat pjesën e pandemisë, mos e përmendin, më thonë, ishte një pjesë që kishte pjesëmarrje tepër të madhe. Por tash jemi më të kënaqur nga shkaku se kemi bërë një selektim edhe një klasifikim bjeshkatarëve, të cilët janë entuziastë, edhe thjesht nuk pyesin se edhe sa kemi deri te arritja deri te destinacioni ose te maja e maleve. Më thonë, ajo ka qenë qëllimi dhe jemi shumë kënaqur dhe besoj se do reflektojmë pozitivisht edhe në komunitetin tonë si që kemi bërë deri sot. Ne gjithmonë do t'i përkrajmë iniciativa të tilla, të cilat janë në të mirën e parkut. Shpresoj që të kemi sa më shumë njerëz, është një numër shumë e mirë, i konsiderueshëm, edhe përgëzoj organizatën Pik Trip për aktivitetet të tilla dhe për edukimin e gjeneratës së re, e cila viziton dhe promovon parkun. Keni pas bashkëpunime me Pik Tripin apo kjo është hera e parë? Kjo është hera e parë në institucionet të cilat bashkëpunojmë, po jo vetëm me Pik Tripin, do të bashkëpunojmë me të gjitha shoqatat bjeshkatare të cilët janë të gatshëm të promovojnë parkun. Sipas organizatorëve, alpinizmi nuk është thjesht një sport, por një thirrje, një bisedë midis shpirtit njerëzor dhe gurit të lashtë. Kështu me çdo hap, alpinistët lën pas zhurmën e botës dhe lëvizin drejt diçkaje më të madhe, vetmis, sfidës, lirisë. Ky ishte një udhëtim jo vetëm përmes peizazheve, por edhe brenda tyre në bukuritë e pafundme të Malit Shar, që viteve të fundit është ndëruar një destinacion atraktiv për shumë alpinistë dhe jo vetëm. Janë me 10 organizime brenda vitit që vizitojnë shumë vende të pashkelura dhe pazbuluara deri më tani, por që janë atrakcion në vete.